Mirë se gjej, faleminderit për mundësinë. Dhe duhet nisi diskutimin me atë që pasuan reagimet ndërkombëtare pas aksionit që u ndërmarr në afërsitë të Luçenit Ujmanit me rënimin e disa vilave dhe reagimet ndërkombëtare ishin të ashpra. Ndërprerjeni, nuk respektuan procedurat ligjore. Pse ka reagime të tilla ndërkombëtare në raste të tilla, zoti Krasiç? Reagimet ndërkombëtarëve nuk do të merren tragjike, do të merren si pjesë e procesit normal politik në cilin po kalon Kosova, edhe vetë zhvillimi lindja e këtij shteti e ka vullën dhe në një farforme i ka dhe hissetarët e vetë përveç nesh sakrificës të gjakut ton, ka dhe mundin edhe angazhimin edhe faktorit ndërkombëtar, sidomos disa vende të caktuara siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e Bashkimit Evropian. Prandaj duke qenë hissetar në krejt suksesit të Kosovës, edhe reagimet e tyre janë shumë të arsyeshme dhe të pritshme. Tash mund të ketë edhe teprimin nganjëherë varësisht nga interpretimet edhe gjykimet se si i bëjmë, mirë po për mua janë normale. Ne edhe ashtu jemi në një farë mbikëqyrje, pavarësisht se kanë kaluar disa vite. Synimi i tyre dhe joni i përbashkët, jo vetëm në periudhën e tashme, por edhe në periudhën e gjatë luftës edhe pas luftës, deri në shpallën e pavarësisë, ka qenë një punë e përbashkët për dëshmu që jemi të gatshëm të pranojmë një shoqëri multietnike, që të pranojmë një shoqëri me drejtat barabarta, ku sundimi i rënit dhe ligjit është i barabartë për gjithë pa dallim etnia apo grupi të caktuar. Prandaj edhe shqetësimet e tyre, sidomos në diskursin aktual politik publik, i cili ka filluar të ringjallet pak më shumë se çdohet kohëve të fundit, e bën shumë të arsyeshme dhe reagimin e tyre dhe kujdesin ose sugjerimet e tyre që i bëjnë ndaj nesh që të kemi kujdes në shumë çështje të caktuara, sidomos kur kemi të bëjmë me minoritete. Parimisht dhe logjikisht, çdo intervenim i kundërligjshëm ose në raport me veprimet e kundërligjshme që ndodhin qoftë në veri qoftë në ndërtimi i vilave në afërsitë të Luçenit të rast ilegale duhet bëhen jo shumë mediatike. Në momentin që bëhen mediatike do të ketë edhe reagime. Ndërtimet kundërligjshme ka gjithandej Kosovës, përfshin edhe veriun e Kosovës, sentimente më madh është në veri për shkaqe politike që i tha më herët, edhe reagimet janë më të mëdha. Mirë po, unë mendoj që institucionet tona do të kalojnë një pjekuri tjetër që para të parandalohen ndërtimet dhe pastaj edhe intervenimet eventuale për shkelësit e ligjeve të bëhen në mënyrë sa më të heshtur, pa pompozitet, por me qëllim të qartë sundimin e rënit dhe të ligjit. Drenori,